Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë për tij, ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë poshtimi duke folur për 40 hadithet e Imam Neveviut dhe jemi tek hadithi i 4 me radhë. Jemi tek hadithi i 4 me radhë. Dhe hadithi kë vjen për Abdullah ibn Mas'udit. Hadithi vjen për Abdullah ibn Mas'udit dhe ka transmetu Imam Bukhariu dhe Muslimi. Këtë hadith e ka transmetuar Imam Bukhariu Muslimi, por është për haditheve të sakta. Vjen për Abdullah ibn Mas'udit. Abdullah ibn Mas'udit është prej sahabive që është njoft prej më të afërmëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej më të afërmëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe transmetues imam i haditheve dhe prej të parëve që kanë pranuar Islamin është edhe Abdullah ibn Mas'udi. Edhe kur përmendën literaturën islame Abdullahat, niven e 4 Abdullaha, prej tyre është Abdullah ibn Mas'udi. Abdullah ibn Mas'udi dhe ka qenë një njeri që ju ka ndohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një njeri, nëse ja këshyrë fizionominë e tij, ka qenë i zajft, nuk ka qenë shumë i fort ose shumë i zhvilluar në trupin e tij, ka qenë i zajt, por imani i tij ka vlef shumë. Edhe pse ka qenë i zajt, i herë për herave ishte biletuj me një farë pemë të vogël, u ngrit Abdullah ibn Mas'udi, dhe e pon shokët e vet, i japon komën e tij. Dhe banën në hajgore dhe keshën pak me këmbën e tij se shumë e zajt. Ju do koma e Abdullah ibn Mas'udi, këtij transmetuesit hadithit. Pejgamberi asnjë ta po keshni me komën e tij, e që koma e tij në xhenet vlen sa kodra peshon, sa kodra e Uhudit. Dhe më shumë e ka vlerësuar pejgamberi edhe pse ka qenë i zajt, por ka pas vlerë të madhe. Dhe ky na transmeton një hadith dhe thotë se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që thotë se bile kur thot ma ka thonë as-sadiqu al-masduq, ai ma i sinqerti, që vetë sinqeritetin e flet, e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me disa terme të mira. I herë i tregon ma i sinqerti, ato që vetë sinqeritet flet, e që ajo që ka vjen për ti nuk o të baj me dyshim kur gjo, dhe s'ko të baj me gënjeshtër kur gjo, edhe ajo që i vjen ka ardhe për të sinqertit Gjibrilit edhe kështu më radhë. Me rëndësitët, ka ardhe, më ka pru lajmen, ose kam dëgju pejgamberin që është njëri sinqert, thëtë se çdo njonit për juve i të buhet krijimtaria e tij në barkun e nënës e tij. Edhe kur t'i ban 40 ditë në barkun e nënës e tij, thotë vazhdon për 40 ditë me konë si një pikë uji. 40 ditë si një pikë uji. Pastaj thumë yakunu alaqatan mithla dhalik. E pas 40 ditëve, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, pas 40 ditëve, atëherë ai shndrohet si një druçk gjaku, nëse më në me thënë, si një pjesë gjaku, një copë gjaku në barkun e nënës. Për këta bile dietarët, kur kanë fol, nëse ndonjërit, nëse ndonjërit bashkë me bashkëshorten, nëse ka me për shembull bashkëshortja me barr, nëse ka me barr, dhe a lejohet ndaj qysh se ka me barr, edhe nuk po do njëherë me pas fëmijë, a lejohet me mor ndaj barr, me pi ndaj barr që me qitë fëmijë jashtë, a lejohet as lejohet. Edhe kërejt që ka kënë bon një tolerim, kanë thonë, nëse ka hale gruaja, nëse ka telashet shumëta, nëse ka rënditjet shumëta të fëmijëve, edhe ose fukarallak të madhe këtë ato, nëse i ka, thonë kështu, nëse është në qitë 40 ditëshin, kur fëmija është hale, ose në barkun e nënës, hale uji. Hale së shmo që druçk gjaku, thënë atër pihen barnat dhe lejot. Për ndryshe thënë, veç për qep, kanë thonë, jo, kështu është nashta mendimi ma i sakti.
Pra përderisa është qit 40 ditë si ujë, kanë thonë me çato kushtet e përdor ndryshe jo. E pastaj ta pejgamberi pas 40 ditëve fëmia bëhet një dërëçk gjaku. Edhe pejgamberi s'ka qenë nëse muj me thonë s'ka qenë mjek. Por apo e vrejni sene që tash mjekësia me të arriturat e soja, ajo hale, ose që tash nëse ka mujt me arrit mi po këtë sene. A pejgamberi a.s. pikallëzën që është tash e 1400 ma shumë vite, po i kallëzën se qysh hes procedura në fëmis në barku në nonës, qysh atëherë. Po i kallëzën, po i tregon pejgamberi a.s. Kjo çka do të me tregu dhe me aludu, do të me tregu se ky pejgamber s'ka fol prej hamendjes së vet. Ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Ky pejgamber tha Zoti në Kur'an, ky pejgamber s'flet me hamendje, por ky flet veç me shpallje nga ona e Allahut azza wa jall. Apo e vrejnë si po e tregon? Edhe ka njerëz që s'kan qenë musliman. Po veç për momentin kur i kem po qitu hadithet, çka flasin për rënditjen e fëmisë, që ka përshkru pejgamberi rënditjen për ujit, e tani dërëçk gjaku, e pastaj tregon se çka bëhet kur i ken rënditje çka bën pejgamberi, edhe ka doktor, mjek të kohës shekullit të tash ose një shekull më herët që kanë pranuar Islamin vetëm për shkak këtyre haditheve. Kanë thënë se s'ka mundësi, na ku kena arrit me shkencë, mëngjesi kena arrit çitu, e ai pejgamber Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai tash në 1400 viteve, ai pas ka ditë me detajet s'ka mundësi me kopë njëri thjesht, e ai plus doktor së shkon, edhe doktoratura s'ka gjë s'ka kry, vetëm se ai akompliaton ka qenë njëri analfabet, që kena pas treguar edhe më herët. Kjo te edhe taj, të njëri men që është nashta ma letë edhe mu kuptu, e ka kuptu që kjo është veç për e Allah dhe ka pranu Islamin. Ndërsa, pejgamberi asëm tha, zëmë e yakunu mudghaten mithle dhalik. Njëherë tha një cup uji për një 40 dit, e pastaj bëhet cup një dërëçk gjaku. E pastaj bëhet një cup mishi, mudgha që ja kanë gjitë edhe emrin. Ja kanë gjitë pejgamberin, ja kanë gjitë edhe Allahu në Kur'an mudgha. Mudgha është cup mishi na përkthejna veç. Por nëse e këshyr, do më bën një figurë kësaj mudghas, kësaj cupës mishi çish duket, a di çish Jafar? Duket për shembull tim nashta ha sakez në herë. Kur të han sakez, edhe mush gojën fort, edhe shtyp me dhëmballat ato sakezin, edhe kur ta qet jashtë, kësaj thënë mudgha. Domethënë jo që të bëhet sakez mbark, po copa e gjakut e merr formën çashtu sikur një sakezi i shtypur. Sikur një e shtyp, edhe mo jo tani më nis me bërty papet. Veç e shtyp çashtu edhe nxjerr, çashtu e merr, që ka përshkruar Allahu sa interesant edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta pejgamberi pastaj shndrohet një mudgha, një cup mishi të shtypur për çaq ditë, mana 40 ditëve tjera. E pastaj çka? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj tha Allahu azza wa jall i ja dërgon një melek. Enkas. Sa interesant. Sa e madhe është ushtria e Zotit. Ja dërgon një melek enkas fëmis. Tash ti llogaritë sa fëmia në rruzullin toksor, më rekon ashta në sekunda që i ban çatu e ban 40 diqin për me ardh meleku. Çatu kohën për me ardh meleku. Allahu ja dërgon një melek. Tha pejgamberi sa, e çfarë punë ka ky melek? S'ka punë tjera. Nuk ka as për shembull me thonë që fëmia në barkun e nonës se pas ka një gjymtyr të pavendosur në vendin e vet, kushtimisht, ose një kompakt të dredhuar, të lakuar, s'ka këtë detyrë. Detyra e vetme e këtij meleku prej melekëve e ka veç mja marr një fletë edhe mja nis me shënum. Ose fletë, ose ja shënon. Bile disa kur e kanë trajtu, kanë thonë se i ja shënon me një fletë, që i takon fletave të tyre, dhe ja vendos në qafën e tibili plus. I ja shënon. E çka i shënon? Tha pejgamberi alayhis salam, thumma yursalu ilayhi al-malak, fa yanfiqu fihi ar-ruh. E para, tha vjen meleku, thotë çore, tash ti kalova 40 ditë, tash ka urkuha me ta çu shpirtin. Edhe kur ti tu bësh, i bën sipas shëmicës e dietarëve, kjo është kur ti ban 120 ditë. Ta ja bjen shpirtin, jashtin brenda. Allah atë shpirt e ka përgatit. Atë shpirt nuk e lën prej zerës, sikur që e lën trupin me mu formun në barkun e nanës. Por shpirtin të përgatitur hazër. Që ti melek ka pe qitë shpirt qëje. Shpirti, për qëta disa djetarë, kër i kënë të bu hadithet edhe tjera hadithe, kanë thonë se shpirtat si shpirta, disa kështë kanë thonë, janë mësanik.
Edhe shpirti jëtë, boci, me këtë ato edhe shpirti janë pak ma i ri, edhe shpirti ati dvëglit që është krejt ma i ri, janë mësanika. Se Allah veç e ka kriju, i ka rëmbullaksu bili kur i ka pas kriju. Në fillim atëherë e ka përshkruar dhe Allahu në Kur'an. Edhe pejgamberi në hadithe i kanë nxjerr prej shpinës të Ademit, edhe kënor krejt shpirta që kanë marrë deri në kiamet. Edhe i kanë nxjerr, edhe i ka thonë, apo dëshmoni krejt, na i kanë thonë se si shpirta, unë e base krejt. E kanë nxjerr edhe i ka thonë, apo dëshmoni se unë jam Zoti juaj. A dëshmoni se unë jam Zoti juaj? Ata krejt ju kemi përgjigjë Allah, po dëshmojnë se ti je Zoti ju. Allah të amir, këto po e tham që mos ndel tani më thonë të ardhmen, më thonë që jo valla se kemi ditë. Pro dëshmitar, jeni jo, po edhe meleket rrethit ka enin këtë dëshmi. Për na një dëshmive që kemi dhonë. Së herë që na nuk e ndjek me rrugën e Zotit, së herë që njoni prej zdon me ndjek Islamin, e ndjek krishterizmin ose një fe tjetër që s'është fe e Zotit, atëherë ta din se një prej dëshmive që ai vetë ja ka thonë Zotit në atë zaman, atëherë ato veç e ka thy. Ndërsa ja dërgën pro këtë shpirtin, jashtin. E çka tjetër merret edhe ja nisët pejgamberi alayhis salam, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Edhe ky melek ja bjen shpirtin, edhe thot është i urdhëruar nga ana e Allahut me i shënu 3 fjalë. Ose mi shënu 3 gjëra që ati njeriu të kanë mi ndodhë në jetë vazhdimisht. Cilat janë ato? E para tha, bi ketbi rizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa shaqiyun au sa'id. Tha, kam ju shënu në barkun ty, mu, çdo njëri që jemi këtu, aty në që kanë kalu para neve, atyre fëmijëve që do të vinë të ardhmen. Pra ky melek, çdo melek, ose i ka ardhur një melek dhe ja ka shënu. Se ky filani që është në barkun e kësaj nanës, ka me riskun e ti ja ka shënu. Risku i ti ka me qenë qështu. Ka me qenë pasane, ka me pos me hongër mirë, s'ka me dek për bukës për bëgë. S'ka me dek për bëgë, as buka s'ka me mytë, ose, edhe janë njësë flet për riskun. Kur janë njësë qëtu, sa interesant, sa interesant që këtu ta ka shënu në borkun e nonës, ty ta ka shënu riskun. Por jo veç kaq, Allah Azza wa Jalla ka përmend pejgamberin në hadithe që ta ka shënu ty riskun tan 50.000 vite, hadithe janë të vërteta që na pas përmend, 50.000 vite para se me kriju tokën, qiellin, para se me kriju gjithësinë krejt, ta ka shënu ty sa ki me hongër, sa ki me pije, çish atëherë. Po çka pat nevojë Allahu me shënu? Allah se harron sen. E ka shënuar në Lauh Mahfudh, në librin e ruajtur të kaj. Pse shënoi për zot? Dietar kanë thonë, veç ty si insan, duke e ditë se insani është i dopt. Apo edhe i dopt edhe harron pak. Apo se insan, disa prej kuptimet e fjalës insan, disa e kanë komentuar fjala insan rrjedh prej fjalës nesie. Nesie është që harron. Për shkak që insani harron pak, e Allah se minet goti vazhdimisht mja kujtu edhe i herë 50.000 herë ta ka shënu, po apet ta shënën në njëherë borkun e nonës, po ju veç ka s'ta kalon edhe i herë notën e kadrit ta shënën për ton vitin që keme bo, ju veç ka po edhe i herë për çdo ditë në sabah ti veç i këtë shënuar. Këto shënimet i ban Allah që veç ti mu të mush mendja jote se për një cup risk, për një kafshot bukës nuk lihet rruga e Zotit. Për një, unë për një punë, që nështë të smerite me nejtë në punë heq, po për një punë të lodhur krejt, me lonë rrugën e Zotit, për ta Allah t'i ka pregadit senet krejt, tani ti ndash e merë, men që e fel ju'min, u men që e fel jekfur, kush dalet besen, kush do mos besen, Zotit ta ka dhonë tani lirin e zgjedhjes në besim, ndash besej, ndash mos e besej, kështu ta ka thonë Allahu Azza wa Jall. Pra i shënohet risku i tij dhe i shënohen edhe 3 gjëra të tjera, po për shkak minutave enorme me kaq, e këtë hadith e vazhdojna inshallah dhe herën tjetër. E lusmi Allahun të na fort na mëshiron, lusmi Allahun Azza wa Jall me pejgamberin xhenet të na takon të na bashkan. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.